Nuk deklaruan 33 milion euro të përfituara nga rrjetet sociale 100 persona në hetim. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka nisur hetim për 100 persona subjekte pasi nuk kanë deklaruar të ardhurat e përfituara nga rrjetet sociale. Bëhet fjala për rreth 33 milion euro të padeklaruara, burimi të cilave janë Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Google, PayPal. Drejtoria e hetimit ka nisur hetim ndaj 100 individëve subjekte për të ardhurat e përfituara nga platformat sociale Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Google, PayPal, ku nga verifikimet paraprake dyshohet për rreth 33 milion euro të padeklaruara, njofton Drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Ndërkohë, u bëhet thirrje të gjithë këtyre tatim paguesve që të përmbushin detyrimet e tyre sa më shpejt për të shmangur penalitetet. Administrata tatimore ka njoftuar në datë 29 mars përmes rrjeteve sociale që individët dhe subjektet të përmbushin detyrimet ligjore nëpërmjet deklarimit në Diva 2024. Tojmë tatim paguesit që nuk kanë reaguar ende ta kryejnë sa më shpejt të detyrim për të shmangur penalitetet dhe masa të tjera që mund të sjellë një hetim i thelluar, njoftoi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.